Si është puna atyre që vetëm kur janë në derët e hallit falin namazin apo bëjnë lutje të veçanta? Zakonisht njerëzit ka dhe njëherë do thot i gabojnë disa bindje. Ajo që duhet me qenë bindje te musliman është që me u falën kur është mirë edhe kur është në hall, kur është në gzim edhe kur është në dert. E jo me u falë vetëm që atëre kur ka do thot derte, apo kur ka do thot dhimbte, apo kur ka do thot probleme. Për çka? Për të thyer se namazi edhe adhurimi nuk bëhen për shkak frikës, por bëhen për shkak respektit të krijuesit. Pasi që Allahu Dhu Xhelal në Kur'an e ka përmendur, ka thonë wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nuk i kam krijuar unë as gjint, pas njerëzit për kur gjë tjetër përveç se më u bë adhurim. Dhe adhurimi do thot do të më qenë në vazhdimshmëri, do thot me njeriu, do thot jo vetëm një kohë e një kohë tjetër do thot mos më qenë, por tan jeta e tij do thot më qenë me adhurim. Duke filluar do thot prej mëngjesit, kur qohet e fal sabahit, po pastaj drekën do thot përsëri e fal, po i kindin akşamën yatsin, po kur vjen muaj Ramazanit ta xhenon, po kur vjen muaj i mëshirës do thot jep sadaka, po kur ti mbledh holla do thot jep zeqat, po kur ti ban hollat edhe ka shnet shkon në haxh, po nëse ka babën e nanën do thot i respekton ata, po nëse do thot është në arsim ja e hakin arsimit, po nëse është në mjeksi do thot i shëron njerëzit për hir të Allahut xhelal dhe nuk i tregon të metat e tinve, ashtu që muslimani kudo që është duhet me jetue me fejen, edhe do thot duhet me pas atë bindje 24 orë, e jo një herë me pas e një herë mos me pas.